Shqipëria vërtet mendon që gjithçka do e bëjë NATO, domethënë ne nuk e kemi një plan 48 orësh mbrojtje, domethënë është e pamundur që ne të mos e kemi. Kjo është një temë e vështirë që kërkonte një bisedë tjetër. Po e kemi dhe se kemi. Për shembull, ne në këto momente mbulimin me artilleri toksore e kemi minimal. Pothuajse të parëndësishëm. Artilleri toksore? Toksore. Artilleri fushore, që i thonë. Pra, dikur kishte rreth 5500 gryka zjarri dhe më shumë artillerie toksore, kishte mbi 2500-3000 gryka zjarri kundërajrore. Tani artilleri fushore ka një minimum shumë të vogël. Artilleri kundërajrore s'kemi fare. Vetëm tani është vënë në programe, do është parë dhe është përmendur në strategjinë e ushtarake të re që të investohet për mbrojtjen nga ajri. Pra këto dronët që dhuroi Turqia tani? Po dronët janë ajër-tokë. Pra edhe kur janë sulmues me raketa, ata droni godet në tokë. Pra nuk janë për të luftuar droni me dronin. Ka dronë që luftojnë droni me dronin, sigurisht, domethënë. Po nga ana tjetër lufta kundër dronëve nuk është dhe ka që vështirë, sepse dronët për momentin shpejtësinë e kanë të vogël, nga disa qindra metra, të themi, ose nga disa kilometra në orë, në disa qindra kilometra në orë, domethënë, kurse raketat që erdhën nga Irani mbi atë Izraelin, e kishin shpejtësinë 5-6 km në sekond. Plumbi pushkës është 735 metra në sekond, shpejtësia e plumbit pushkës. Ajo është 5000 ca metra në sekond, do më thënë i bie 5 fishi, 6 fishi i shpejtësisë së plumbit të pushkës. Pra, kur themi mbrojtje nga ajri, themi një mbrojtje komplekse. Kuptojnë, ne kemi mbrojtjen e NATO, sepse NATO ka kupolën e saj mbrojtje dhe gjithë anëtarët e NATO-s janë të mbrojtur nga raketat, aq sa janë të mbrojtur. Dhe kemi këtë, pra jemi pjesë e saj, po nuk kemi këtë tjetërën që, në qoftë se fillon një sulm ajror, çfarë do bëj popullsia? Njerë duhet nga ana psikologjike që Shqipëria nuk është aq e pa rrezikuar saç mendohet. Pse është rrezikuar Shqipëria? Po sigurisht. Pse jo? Po ne jemi të rrethuar nga Itali fqinje, nga Kosova. Shiko, situatat Grekët nuk janë më grekët e hershëm, situatat ndryshojnë në mënyrë nga më të ashtu. Marrim rastin e një situate raketore. Dhe kuptohet që NATO-a godet raketën kundërshtare, po coprat do bien diku se s'do rinë ajër. Popullsia duhet lajmërohet siç lajmëron në Kemi sistem lajmërues si dikur? Këtë nuk e kemi. S'ka më sistem lajmërues Shqipëria? Jo, s'ka. Më fal. Dhe duhet bëjnë prova. Nuk ka një sistem lajmërues të tipit siç ka pasur? Jo. Me sirena, me këto gjëra nuk ka. Ka vetëm që të dalin në televizor ajo dhe thotë që kështu, po kur dalin në televizor e ka marrë fera uratën. Shef televizorin më? Po pra. Kështu që po mirë, ka mesazh në telefon, ka një se tani çanga s'do bjeri prapë si dikur. Ka një lajmërim. Jo, s'ka pse mos bjerë. Ashtu bien sirenat në Ukrainë, në Izrael, në Liban, në Iran, në Rusi, me sirena bien. Sepse sirena është me shpejta, se tani tizorisht me sytë në celular, rinja dhe çokull shikon celularin, po një pjesë e popullsisë nuk shikon celularin vazhdimisht se ka hallet tjera. Ja dhe të rast sirena, që do bësh ti? Po pra, këtë do thoshja. Pasi të bjerë sirena, ç'do bëhet? Atëherë beshin prova ku popullsia fikeshin me njëherë dritat e qyteteve, bëj errësirë. Unë kam qenë i vogël kur e bënim këtë dhe e bënim me qejf, na duke një gjë interesante, ne e bukur kjo gjë kur shkonim atje te komshin, që kishte strehime se kishte ato kubet në shtëpitë karakteristike të Gjirokastës, ku ne streheshin, që bën ca plane. Kurse tani nuk ka të tilla dhe duhet menduar për këtë. Po që të mendosh se ka një kosto politike, sepse ose mendohet se ka kosto politike, sepse populli, votuesi do i thotë, "Ore, po prito deri tani na mbajtët me një pamje rozë që nuk kërcënojmë nga asgjë, tani ndodhi kjo trembje, kjo frikë." E kuptoj, po gjithsesi kjo duhet të ndodhi, të paktën pastrimi i qendrave të zjarrit aty ku janë, pastrimi i nëse domosdoshme, kjo ka kosto financiare, ekonomike, ka kosto politike, ka një numër kostosh, që leadershipi zakonisht e ka atë pamjen deri te votimet e ardhshme, nuk e ka, sepse kjo kërkon që të mendosh për një perspektivë çik më të largët. Po, duket sikur lufta e ka ndryshuar perspektivën, lufta është shumë afër. Ne tani nuk po e shohim vetëm filma, po e shikojmë çfarë po ndodh në Gaza, çfarë po ndodh në Izrael, çfarë po ndodh në Ukrainë, praktikisht ndodhi në Liban, është e pa imagjinueshme çfarë. Po pra, dhe mund të zhvillohen aq shpejt sa që mos të lënë kohë që të marrësh masat e tua të përgatitjes ose të kundërvënies.
Në rast të një lufte që ndodh papritur dhe na gjen të gjithëve të papërgatitur, mendoni që ata njerëz që dikur ishin gati të luftonin për Shqipërinë do ta bëjnë përsëri? Kjo është çike vështirë se shpirti njerëzor është çik kompleks për ta futur nëpër, si më thënë, ekuacione dhe për të kërkuar zgjidhjen. Atëherë kishte një frymë të përgjithshme. E përmenda ato që kur dilte keq në qitje, domethënë gati qanin njerëzit. Ka ca analistë tani që tallen, thonë që shkonim në stërvitje për të tallur, ose shkonim në stërvitje e dinim që ato që do bënim atje nuk do shërbenin ndonjëherë. Po, këta mund të kenë qenë një pakic, ose mbase ka ardhur klima tani që duhet folur kështu. Se ata që kanë jetuar atë periudhë e dinë dhe besojmë japin të drejtë ata që e kanë jetuar atë periudhë që nuk që tamam kështu. Tani ky njeri është gati të luftojë sot? Po, ky njeri do i bëj pyetjen vetes, për këtë do luftoj, sepse ka të bëj shumë frymëzimi, ai inspirimi që t'jep lideri. Po dhe ju nuk luftoni për Mehmet Sheun edhe Enver Hoxhën, luftoni për Shqipërinë. Sigurisht për Shqipërinë, po qenë ca parulla, është bërë një stërvitje një herë kthej nga unë isha student në Shkollën e Bashkuar me rezervistët, dhe Radio Tirana fliste njoftim i agjencisë telegrafike shqiptare. Sot, në një ditë kështu, një koalicion imperialist-revizionist u turë ndaj Shqipërisë socialiste, këtij flamuri të lirisë e të frymëzimit të popullit. E që një tekst që ne kishim ja 3-4 ditë që e bënim ato stërvitje në ato baltra, po kur erdhi momenti final, dhe dëgjonim atë tekstin me altoparlant në ato fushat, na ngrihej, si me thënë, qimja përpjetë dhe ishim gati të hidheshim kështu. Parashutoj tani të vetëm njoftime që vinë është Ilir Meta në SPAK, Sali Berisha në dritare, për këtë luftosh thua. Unë doja të flisja diçka dhe për buxhetin e asaj kohe.